ka njerë kam harru që kam qenë pjesë e kuvendit, kur e kemi miratu kredin prej IBRD-s për ta regullu, se nuk është tamam autostrad, por zgjerimin e rrugës pej Prishtinë. Ende nuk kanë britë ura. Më thonë, ende asajo rrugë nuk është e regulume, i kanë 6 vjetë qeverisje. Nuk është përfundu akoma kjo për Mitrovica, se kjo më është bë histori Mitrovica dhe Podujev, edhe autostrada Gjilanit jenë bë histori. Pra, nuk është në gjendje as infrastrukturën, unë s'po thamë se ata tjerë të kanë pas bë mrekullin, ka pas ke qeverisje edhe në qeveri tjera. Po të pak të në bile do rrugë, nëse kur gjë tjetër do rrugë i pa të ndërtu. E ndërtu në autostradën për Shqipëri, do më thonë, dhe në Prizren, e ndërtu në derin Merdare, në përfshatra i shtrun disa rrugë, disa magistrali e në bo. Tash as rrugë bre, gjoja ma thjesht, as rrugë nuk kanë shtru. E vetë një gjo që ka bo Kurti, e besoj se pak para zgjedhëve do e bëj sërish, është me i ndo këto her 50, her 100 euro, me cilën është njëra më letë me ble votën, e për fat keq votën e shumicës së njerëzve, se mund vjen keq për atë kategori të njerëzve, që më s'paku kontribojnë shtetë, thjesht jenë konsumator, që konsumator në kuptimin e marrin, përfitojnë nga ndimat sociale, pensionistët të paktën kanë kontribuar për pensionet, disa prej tyre, për t'i marrë, por nuk dhojnë për shtetin, kurse kategoritë që japin për shtetin, sidomos bizneset, për cilëve varet buxheti i shtetit, janë në situatë bukur të vështirë me këdo pronar biznesi që flet, po që janë më keq se